ka dale, afër agimit. Ku është edhe Ramizi? Jo drejtori i këtij televizioni, por drejtori i një kompanie, Relux, e cila është një kompani mjaft e njohur, edhe kisha pas qef me ngucka pak, nëse muna me thonë. Zotrin Ramiz, skena për ty, faleminderit zotrege. Faleminderit, po nuk e di Mirë se erdhe. është munguc. Qysh është munguc? Është dyqysh. Tregon aty mas pari qysh është me nguc. Jo, ideja është që të kemi pak bisedë ma festive, ma relaksuese. Për shembull, më të nguc në këtë rast është më ul nga të politikës. A merrni spoj ju kur të ulni? Unë jo, se një mbi prej bizneset, kështu që s'ka me politikë kur gjatë kontra. Super. Është mirë që po unë ofër një politikanit për herë të parë ashtu. Super, edhe ki nderin se a kem batiri. Edhe onën e majtë kam dikon tjetër, dhe me thonë që merret kundër politikës po mdokët. Super. Kam nderin që jam sot mes në ju, mes në gjithëtyne bukuroshave dhe bukuroshave që kanë hjeshu këtë studio edhe këtë vend e këtë atmosferë. Faleminderit ty që ke nda kohën edhe me qenë prezent me ne në këtë mbrëmje kaq të mirë. A mundesh më na tregu? Patjetër më palë, derisa te Ramizi do të shkoj patjetër te Ramizi. Ramizi te Ramizi. Atë faleminderit. Na mungon edhe i treti. Edhe një Ramiz i tretë derisa gjendet, besoj që në vitin që po vjen, në 2026 kemi me gjetë edhe Ramizin tresh, që vitin tjetër me festu me tret bashk. Që tjetë pak më mirë se na. Si ka qenë viti 2025 për ty, si një ndërmarrës kaq i suksesshëm? Po, viti 2025 ka qenë për mu mjaft i mirë, duhet të thëmë që spari është e mirë që në këm pasë se këm martu djalin, Adrianin me natyrën. Urime, jetë gjatë. Që aty në jura i masparit ka një jetë të mirë, një harmonit mirë edhe një jetë gjatë zbashko. Përse për këtë biznesit, një veç është viti 15 këtë që i merrmi me prodhimin e këtyne materiale që jemi në prodhim, dihet që Kosova nuk është e lehtë për me operu si biznes, mirë po ne falë angazhimit tonë dhe mundit tonë që kemi pasën sukseset e tonë deri tash veç kanë mridhe deri në Amerikë. Faleminderit shumë. Atëherë ju si ndërmarrës, a keni ndaj qels të suksesit apo veç është pasioni dhe dashuria mbi punën që ushtroni? Po, qelësi është mas parën, më thëmë për veti që nuk ditë ndalëm, mbra pas ka të konë, ashtu më ka kriju Zotë, më ka kriju natyra, edhe gjithërë kam një pasion që të eci për para. Kjo ndashtë më ka bo dhe me ecën vi për një zonës që jem pak për një fshatit malor, që jem rritë kështë si fmi, do me thonë në gjerë me shku kryen, kojen, kome, zhagash e qysh ku mujtën, këtë që ashtë të mbra pas ka pas, po me rëndësi dhe cilet e mija kanë qenë, dikon edhe gjeri këmë rrije. Shumë mirë, bravo, suksese shumë. Kë mendoj që është një mesazh mjaft i mirë për gjithë ata që dojnë me ndjek ëndrrën e tyre. Prej një vendit malor, si që tha dhe zotri Ramizi, në kam, e në goj, e në dur, e si do që tjetë mjafton, mos me u dërzu. Zotri Ramiz, unë kam informata që ke fillu edhe ndërtimin e një fabrike. A mund është paka shumë më na tregu rreth kësaj hapje, rreth këtij hapi? Po, fabrikën në veç që kemi fillu këtë vetë, aty ndikon një 16.000 metra katror që besoj që shumë shpejt do t'jetë një ndër fabrikat më të mëdha, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në rajon në gjithë Ballkanin, do t'jetë një fabrikë moderne që do ta kenë lakmi shumë shtetet e tjera. Kështu që ne kemi fillu, jemi të punu, ndoshta jena pak vonë për arsye të ndryshme, duke filluar prej kohës, motit e shumë vështirësive të tjera që janë që dihet që tash më veç ndihet është fuqia e punëtorëve, mungesa e disa të tjera mirë, po ne jemi të ecur para, jemi mirë, jemi me kohë që besoj që vitin dashëm do të jetë faza e parë, do të fillojmë, ndërsa faza e 2 dhe e 3 aty do të besoj që brenda 2 deri në 3 vite do të përfundon gjithçka. Është një projekt shumë i madh, thash edhe një herë që është një projekt që do të jetë ndër më të mëdhenj në Ballkan. Faleminderit shumë, bravo. Duar trokitje për një super ndërmarrës si që është Ramizi, po ne kam edhe një pyetje. Hajde, hajri sholla. A e ngon ma shumë te Fatmirin
a Fatmirit të ngën ty? A qysh është kjo puna e hiseve me vllaun? Mirë po thuaj dijen Fatmirin në komullo, po bëgjenak se kam. Do me thonë Baxhanoku do të me ndëgju Baxhanokun ama jo vllaun. Po, Po çashtu është një farë.